Padyshim që është një sfidë e rëndësishme, por pikëspari më lejoni ta filloj pak ndryshe me që dje ishte dita e fundit e Ramazanit. Jo uroj gjithë besimtarët musliman që Zoti ja pranoft agjërimin, sakrificat dhe çdo vepër mirë që kanë bërë gjatë këtij muajit, edhe me që sot është festa e Fitr Bajramit, uroj që kjo festë të sjellin paqe dhe begati në familjet tuaja. Ndërsa për ditën e nesër, normalisht është një sfidë e rëndësishme, sepse e dim që Dinamo ka kualitet, pavarësisht se këto ndeshjet e fundit po kalon ndoshta një moment jo të mirë. Por gjithsesi nuk duhet ta nënvlerësojmë, sepse brenda Dinamos ka lojtarë me cilësi, me kualitet që mund të bëjnë diferencën në çdo moment. Por për ne tani jemi futur në një fazë delikate dhe e dim që këto janë ndeshje shumë të rëndësishme që nuk duhet të gabojmë dhe e kemi detyrim të rrepikshim ditën e nesërme. 3 ndeshje pushim. Kohë të fundit për ju. Ardh momenti për të rikthyer në fushë? Shiko, për të futbollist është e vështirë kur rrin jashtë fushave, por mendoj që dëmtimi kaloi dhe unë jam gati për ekipin, edhe nesër do të jem në fushën e lojës. Kërkohë javën e kaluar dëmtu edhe Kastrati, por duket se ka lajme pozitive për të. Për fat keq, Kastrati u dëmtu ndeshje me Gnatjen, por tani është duke prit sepse akoma nuk ka një përgjigje përfundimtare nëse do i duhet të rri gjatë apo do i duhet të rikthehej shumë shpejt. Ndërkohë, sfida e javës kaluar Gnatja Vllaznia është përshuar me shumë probleme në kampin të Vozhinas. Si është pritur në kampin Shkodran? Shiko, pritur Tomasa, kaq drastike. Për mendimin tim, është mendimi personal, ato masa mendoj se duhet ishin marrë ndoshta më parë, sepse unë them që nuk i ka hije asnjë ekipi që për një vendim të arbitrit apo i drejt apo i gabuar qoftë ai, sepse edhe arbitrat mund gabojnë, karraqet gabojnë, por tani gabimet janë më të pakta sepse është vari prezent. Nuk i ka hije asnjë ekipi që dali nga fusha e lojës dhe të bëj protesta të tilla, aq më shumë. Një ekip i kampion si Gnatja, që 2 vitet e fundit ka dalë kampion, mendoj që nuk i ka hije që dali jashtë fushës edhe në protestojnë në atë mënyrë. Gjithsesi ato janë vendime që i takojnë federatës dhe nuk takon shumë të flas për këtë pjesë. Po ishte disa pikë të rënda në ndeshjet e fundit nga Vllaznia. Duket se tashmë nuk ka kohë për të gabuar edhe të ndeshjet e fundit. Është vërtet, jemi futur në një fazë shumë delikate. Kemi lënë shumë pikë, ndoshta me ato ekipe që në letër mund të jenë të lehta, të kalueshme, por sot e kemi vërtetuar që asnjë ekip nuk është i lehtë. Sot mundesh me rrash çdo ekip, sot mundet me të prish punë çdo ekip. Gjithsesi ne dimë që tani jemi në fazën e fundit të kampionatit, janë 8 ndeshje që kanë mbetur dhe duhet ta vlerësojmë çdo ndeshje si finale, nëse duhet arrijmë ato objektivat tona. Sigurisht në 2 ndeshjet e fundit Vllaznia nuk ka shënuar. Në fakt, a ka një ngërç psikologjik në repartin e sulmit apo ka qenë thjesht rastësi? Jo, nuk do të thoja ngërç psikologjik, sepse ka pas ndeshje ndoshta që më parë që kemi shënuar ndoshta 2-3 gola. Ka ndeshje që domethënë ndryshon ndeshja me ndeshjen, ndryshojnë situatat me situata. Ndeshja me Gnatjen normalisht ishte ndeshje e fortë, janë 2 ekipe që luftojnë për titull kampion, vendi i parë me vendin e dytë. Edhe normalisht do të jetë një ndeshje ndoshta e balancuar dhe jo me shumë raste siç ndeshjet e tjera. Por s'ka asnjë ngërç psikologjik. Mendoj se që ditën e nesërme do dalim tek loja jonë dhe tek ato gola që gjithpresim. Kthehet dueli Vllaznia Dinamo, një duel që është shoqëruar me jo pak polemika. Besoj që do shkojë diçka normalisht nesër në Loro Borishi. Jo, gjithmonë në ndeshjet Vllaznia Dinamo ka pas rivalitet, sepse për traditën e të 2 ekipeve që e kanë në stilin e tyre, domethënë lojën sulmuese, janë bërë lojra të bukura, ka pas rivalitet ndoshta edhe duele të ashpra, por unë besoj se çdo gjë është në kuadrin e futbollit dhe brenda fushës. Ato polemika që janë shoqëruar herë pas here jashtë fushës, besoj se duhet i harrojnë sepse gjithçka mbetet vetëm brenda 90 minutave. Unë jam i mendimit që Vllaznia ka ekipin më të mirë në Shqipëri, jo vetëm si individ, por edhe si kolektiv. Shumë vetë pranojnë që Vllaznia ka ekipin më të mirë në Shqipëri, shumë vetë ndoshta mendojnë nuk kanë frikë ta shprehin që ne kemi ekipin më të mirë në Shqipëri, por gjithsesi ne duhet ta tregojmë fushë që ne ekipin më të mirë në Shqipëri dhe duhet ta meritojmë këtë gjë. Kur ishte në përfundim të ndeshjes së parë së dytë me Dinamo, trajneri Daja tha që Dinamo ka mësuar Vllaznin se si duhet futbolli.
Ndërkohë në bilancin e ndeshjeve direkte Vllaznia është më e favorizuar, ka fituar 2 ndeshje dhe ka humbur 1. Ndërkohë dhe renditja tregon ka diçka tjetër. Pak Dinamo tashmë është jashtë Final Four dhe Vllaznia kryeson me merit renditjen e kampionatit. Keni një koment tashmë në këtë fazë kampionatit për trajnerin ndaj Olimpia, ato çfarë ka thënë? Ja, normalisht s'kam asnjë koment sepse e di që pas ndeshjes shpesh herë ato deklaratat janë nxitume sepse euforia duhet ta kuptojmë. Besoj se edhe jo kuptoni, ndonjëherë vetë lojtarët apo stafi teknik mund të marrin vendime nxitume ose në deklaratë në eufori e sipër. Unë them që me gjitha ekipet pothuajse pretendente që janë tek pesë a parë, ne jemi domethënë shumë më mirë në ndeshje direkte. Dhe besoj se duhet vazhdojmë edhe nesër ta dërgojmë gjallë dhe ta fitojmë ndeshjen sepse vetëm 3 pikë na bën punë. Sa e vjen skuadra presionin e objektivit titull, duhet të thënë se janë shumë vite tashmë që skuadra si ka. Është e vërtetë që janë shumë viteve, gjësi çdo ndeshje ka presionin e vet. Në skuadër nuk ka asnjë fije presion për këtë pjesë. Normalisht është presioni i ndeshjes. Kluj kundër çdo lloji ekipit ke presionin sepse e ke sidomos në Shkodër e kemi detyrim 3 pikëshin. Por gjithsesi skuadra është e qetë dhe besoj se është në ritmin e duhur dhe ka besimin e duhur që nesër duhet ta fitojë ndeshjen. Nesër me Dinamo për kampionat, por edhe 2 sfida, 2 finale të kupës me Dinamo. Do të jetë histori tjetër kampionati, histori tjetër kupë? Pa diskutim që ndeshjet e kupës ka një specifik tjetër, por gjithsesi tonë vëmendja jonë është ditën e nesërme ta kalojmë me sukses, të marrim 3 pikëshin. Pastaj është dhe pushimi kombëtarës dhe kemi kohë që të mendojmë për ndeshjen e kupës. Luisa ka informacione që Elmando Xhini është thirrur nga Silvini në kombëtare. Mendon që është një moment pozitiv dhe entuziast edhe për Vllaznin, por edhe për ju si skuadër, si koleg për të shënuar. Them vërtetë nuk kam asnjë informacion për këtë pjesë. Do isha shumë i kënaqur dhe shumë i gëzuar që të vinte një ftesë për Gjinin sepse meriton, është një djalë i ri, një djalë me perspektivë, i ka gjitha dvana që më bën një futbollist i madh, edhe aq më tepër që është pjesë e ekipit tonë, do isha shumë i gëzuar që të ishte pjesë e kombëtarës, por të them drejtën nuk kam një informacion të tillë. Di që nesër del domethënë lista e kombëtarës dhe presim. Sa do ta bëjë skuadra mungesën e një lojtari si Kastrati? Shiko, tek Vllaznia çdo lojtar është i rëndësishëm, Vllaznia ka nevojë për gjithë lojtarët, sidomos në këtë fazë në kampionatit. Lirimi është një lojtar që i ka dhënë shumë Vllaznisë, një lojtar i shpejtë që na ka ndihmuar ne si në fazën ofensive, si në fazën defensive, por i kemi marrë masa që ta zëvendësojmë, shpresoj që mos të mohojnë gjatë, sepse është për të mirën e tij dhe për të mirën tonë. Kur ishte edhe diçka e fundit, besoj ju si shkodranës bashkë me pjesën tjetër dhe me trajnerin e Martini e gjeni më tepër barë në përgjithësi për cilë titullin kampion në Shkodër. Duke qenë se ky është viti i parë i Martini në Shkodër, çfarë bisedash bëni me trajnerin nëse mund t'i ndani për ne dhe sa vendimtar do të jetë për takën e Vllaznisë ky sezon. Shiko, është viti i disa rreth që i shkojmë shumë afër titullit kampion. Por mendoj se ky është viti i duhur që ta përfundojmë me sukses dhe ta marrim atë që gjithë Shkodra po e pret. Ta thashë më parë, nuk është se ka shumë presion te kjo pjesë, jeni atë qetë, gjithsesi nga lojtarët e din domethënë e din edhe presionin që ka titulli kampion, por ne jena shumë qetë dhe mendoj se ky është viti i duhur që duhet ta realizojmë me sukses dhe ta marrim titullin kampion sepse gjitha mundësitë i kena. Luisa, një fitore ndaj Dinamos, mendon se është edhe një lojë për tifozërinë shkodane me rastin e festit të Bajramit? Pa diskutim që me që është e festa e Bajramit, normalisht do ishte e kënaqësi që edhe të marrin 3 pikëshin edhe të festonim edhe ato besimtarët musliman t'i gëzonim 2 herë. Gjithsesi ne jemi të fokusuar vetëm tek ndeshja e nesërme edhe shpresoj t'ja arrijmë qëllimit. Urime suksese. Faleminderit.